Shkoa tani për një mask mes një dite të lodhur, në fund të saj, sigurisht që çdo moshë ka të nevojshme të kujdeset për fytyrën, për lëkurën e vet. Me Stelën si gjithmonë në rubrikën tonë të përjavshme, për të treguar këshilla të ndryshme, truke të ndryshme në raport me kujdesin vetjak. Mirë se erdhe, Stela. Mirë se ju gjeta, gjithmonë një kënaqësi. Kemi një mask cilësove Niki dhe kemi një mask që mund ta përdorin të gjitha grup moshat. Nga 20 vjeç e lartë. Kështu që mos u trëmni, ka shumë produkte, shumë përbërës, por që është një tip botoksi natyral shumë e mirë. Fillojmë duke sqaruar përbërësi kryesor që na bën që kjo maskë të ketë emrin botoksi natyral është fara e linit, apo jo? Fara e linit, po, që është si për fytyrën, flokët, trupin, për gjitha është e shkëlqyer. Kemi kafen, si kemi thënë gjithmonë që ndihmon në qarkullimin e gjakut, është një antioksidant shumë i mirë. Kemi sheqer, nisështe, qumësht, agrumet, kemi portokale, Mendova se këtu do bënim diçka që do mund ta konsumoni. Portokale, kemi banane dhe karotë. Por që kemi thënë gjithmonë që vendosni fytyrës gjërat që dhe mund t'i konsumoni, ndaj edhe me produktet që konsumojmë. Kështu që nuk ka asnjë gjë që ne nuk e konsumojmë dhe është në përditshmërinë tonë. Po. Atë nisim nga puna. Për çfarë na duhet tjetër për këtë mask dhe këtë botoks? Pothuajse i tham të gjitha, është edhe vaj kokosit. Okej. Kështu që fillojmë nga procedura. Shoh që ke përgatitur më përpara një përzierje. Ka përgatitur një si tip mase. Okej. Atëherë këtë kemi përgatitur në një tenxhere me zjarr të ngadalt. Kemi hedhur 4 lug kafe, 4 lug qumësht, 2 lug sheqer dhe 1 lug nisështe. Po. Këtë kemi përzier derisa u krijua kjo masa që është pak si e ngurtë. Okej. Kështu siç e kemi. E lëm këtu për momentin. Marrim një banane, gjysmën e bananes, aq na duhet. Do ta shtypim. Do ta shtypim që të bëhet e butë fare. Po. Mund ta shtypësh ti Niki këtë? Po. Dhe unë po merrem pak me se na duhet edhe lëkura e bananes. Lëkurën e bananes për fytyrën? Mund ta përdorim edhe për fytyrën. Duke i bërë një masazh të mirë me lëkurën e bananes, gjithmonë siç bënin gjyshe dikur. Dhe është me të vërtetë një hidratuese shumë e mirë, edhe antirrudh. Mos harroni ta përdorni. Atëherë sa herë që të konsumoni të keni lëkura bananesh. Lëkurën e bananes do ta presim në copa të vogla. Po. Dhe shikoj si u bë në copa të vogla fare. Po. Që mos të vonohemi shumë. Këtë do ta hedhim te vaj kokosit. Mund të përdorni dhe vaj bebe, por unë nuk e kam shumë qef atë vajin e bebes. Nuk më duket shumë natyrale, edhe pse ka emrin vaj bebes. Edhe e lëm që të veprojë të zbutë. Sikundër s'kemi besimin 100% edhe tek vaji kokosit, duhet ta zgjedhim të tillë nëse është organik apo nuk është përzier dhe nuk është shtuar me diçka tjetër. Okej, atëherë mos të humbasim kohë. Kemi shtypur bananen. Do ta hedhim në këtë kupën që kemi bosh. Po jesh me një përbërësit që i përdorëm për përgatitjen e kësaj përzierjes këtu. Pra, kafe, niseshte, qumësht dhe sheqer, të gjitha bashk në një përzierje të ngurtë. Do hedhim dhe masën që përgatitëm me kafe, qumësht, niseshte dhe sheqer. Po. Këto do t'i përzierim bashk. Një sekund, tani do marrim se na duhet edhe lëngu i portokallet. Po, do ta shtrydhim këtu direkt që dhe ndihmon që të do ta shtrydhim direkt. Ja, ta ndihmojmë çik që të na dalë sa më shumë lëng. Kujdes. Tani siç janë maskat që të kanë në maskat kimike që kanë lloj-lloj produktesh, nëse shikoni te paketimet dhe përbërësit e tyre kanë lloj-lloj përbërësish kimik. E njëjta gjë është edhe me maskat natyrale që ka disa element të shtuar në të, disa përbërës. Tani do përdorim karotën, do përdorim te kjo grirësja, anën që është më e hollë. Ajo që e bën më imat. Ndërkohë po mundohem që të bëj një masë sa më të njëtrajshme, e tillë duhet të jetë, mund ta grini edhe tek grirësja e
qepës, për shembull, që e bën një masë më homogjene. Do hedhim edhe pak, mos harrojmë që do hedhim vajne këtë lëngun e linit. E linit që ka qëndruar, mund të akullojmë pak, ose po e shtoj direkt këtu nga kullesa. Okej. Nëse i lëm të qëndrojnë farat e linit për disa minuta, lëngu fillon të trashet, dhe ja del kështu si, nëse keni parasysh pjesën e bamjeve, pjesa veshtullore, gelatinoze. Për shembull, bamjet janë shumë të mira për flokët lëngu i bamjeve. Po. Ishte një ushqys dhe i jep një shkëlqim natyral. Natyral shumë të mirë. Por që do presi për bamjet, sa të vinë të sezonit, se janë dhe pak shtrejnë tani që përdojnë. Mund t'je dhe të ngrirë dhe mund të konsumohen edhe për nevojat të tjera shëndetësore lëngu i tyre, duke i lënë të qëndrojnë për gjatë gjithë natës në një gotë me ujë. Tani këtu bëm një masë. Po. Tani do hedhim edhe karotën. Do të duket pak shu qalloj maske është kjo. Çfarë është kjo? Po sa më shumë vitamina të ketë, aq më e shëndetshme është për fytyrën. Janë të gjitha produkte natyral, bimor, janë aq të mira, aq me shije. Kështu që e hodhëm dhe karotën. Po. Tani do hedhim dhe lëkurë portokalli. Përveç se lëngut, edhe lëkurën. Lëkurën e portokallit do ta hedhim këtu te lëkura e bananes. Po. Pra është bërë gati një masë e tillë. Ja, shohim pak konsistencën. Po. Një masë në trashësinë e tillë që të qëndrojë në fytyrë. Gjatë kësaj kohe po pres në copa të vogla lëkurën e portokallit. Se jemi në ditët e fundit të portokallit që ka në pazar, se besoj që të kanë sezonin e tyre. Pra, bananet lëkurat, të prerë të copëza në grimca të vogla, janë të vendosura tek vaji i kokosit, në të do të shtojmë edhe pak nga lëkura e portokallit, Stella i bëri në copëza të vogla, por edhe mund t'i grinim në rende. Jo, se nuk i duam shumë të imta, sepse këto do t'i përdorim. Po marrë një luk tjetër. Jo, okej, po përdor këtë të drurit. Okej. T'i përzjem pak. Tani normalisht këtu duhet ta lëm te 20 minuta që të marrin me njëra tjetrën dhe do t'i hedhim pak fare. Pra pasi të kenë qëndruar, po thua, 20 minuta lëkura e portokallit dhe lëkura e bananes, lëngun që do të lëshojnë, aromat që do të lëshojnë tek vaji i kokosit, e bashkojmë me masën. Tani, është bërë një masë e tillë, ajo ç'a nuk ishte brenda? Të gjitha. Që tek përzierja kafe, sheqer, qumësh, niseshte përzierja e parë, ajo përzierje më pas shtuam lëngun e farave të linit, të cilën e lam të qëndroj për disa minuta, gati 20 minuta që të trashet pak ai lëng. Po shtuam lëkurën e portokallit, lëngun e portokallit, karotën e shfrytzuar krirë. Çdo gjë të mundshme që kemi në kuzhinë. Dhe këtë përzierje, do ta vendosim në fytyrë. Këtë do ta vendosim në fytyrë, gjithmonë jo te pjesa e syve. Sa ta mbajmë? Sa minuta rekomendohet? Këtë do ta mbajmë 30 minuta. Tani, më vendos pak te dora, Niki? Po. Okej. U vendos kjo këtu. Përveç se ne masazhojmë me dorë. Po, duke i bërë dhe pak skrap, se për të ka dhe kafen. Marim dhe pak nga lëkurat që kemi. Edhe kjo tani, duke qenë që është pak më e fortë, është si tip masazhuesi më i mirë. Shiko? Ka dhe vajin, që e hidraton nga njëra anë, pasi bën atë skrapin, largimin e qelizave të vdekura të lëkurës, bën edhe hidratimin më pas me anë të vajrave. Këtu tani, sa e aplikojmë në mënyrë të tillë? Nëse nuk e aplikojmë do të vetë, kërkojmë ndihmë nga vajza, nga mamaja vajzës, gjithashtu, pra mamaja e bën vajzës këtë maskë, vajza nuk ka gjë që ne nuk e bëjmë në fytyrë. Bukuria do sakrifica. Sa këto sakrifica të bukura dhe natyrale. Po. Okej, do ta lëm të qëndrojë, do ta shplajmë dhe përsëri. Do ta lëm 30 minuta. Do ta shplajmë. Dhe këtë e vendosim në frigorifer. Në frigorifer kjo e ka efektin te një javë. Okej, aq mund të qëndrojë. Te një javë, se pastaj fillon edhe
Gjithsesi, edhe këto që mbetën, lëkurat, mos harroni, mos i hithni, ne nuk do t'i hedhim, kemi shumë lule këtu rreth për qark, do t'i përdorim për ushqimin e bimëve tona aromatike apo të luleve dhe mbi të gjitha, nëse ju dëshironi, mos harroni edhe ta aplikoni në fytyrë, ballë, qaf, kudo, do të ndjeni që lëkura do të hidratohet. Është edhe për zbardhimin e dhëmbëve, është shumë e mirë, është për mishrat e dhëmbëve, është shumë e mirë, siç e kemi këtë lëkurë, me pak vaj kokosi, sepse vaj kokosit për mishrat e dhëmbëve është qetësuese, e drejtë. Është e shkëlqyer, një t'i bërë bashkë të dyja dhe fërkojmë pak dhëmbët edhe pak mishrat, do të shikoni që do i keni më të lehtësuara, sidomos ata që kanë këto irritimet. Bukur. Faleminderit Stella. Faleminderit juve. Faleminderit edhe publikut që na ka ndjekur, ju uroj një ditë të bukur dhe do të shihemi nesër padyshim në rrezën tonë. Kalofshi mirë.